Quhem Gjergj Velo, kryetari i organizatës të dëshmorëve të ADEU të gjithë kohërave. Sot ne bëjmë kuvendin e 8, ose më mirë të themi, forumi më i lartë i organizatës sonë, të mirë organizuar nga Tropoja në Konispol, nga Pusteci deri në Divjak, me 61 degë në degë, bën analizën e punës 4 vjeçare, se si ne kemi ecur sipas statutit dhe ligjeve dhe rregullave që ka shoqëria jonë. Raportuam këtu duke evidentuar se organizata jonë është pluraliste, ku bëjnë pjesë të majtë e të djathtë, që kanë marrë pjesë, bijtë e tyre që kanë marrë pjesë me armë në dorë kundra fashizmit, pushtuesve dhe bashkëpunëtorëve të tyre, ndërkohë edhe të gjithë njerëzve që e duan, e respektojnë ADEU-n tonë, që duan e respektojnë dëshmorët e rënë, që duan e respektojnë luftrat e popullit shqiptar për liri, pavarësi. Dokumentuara janë sipas gazetës Balli i Kombit dhe sipas deklarimit që bënte UNRWA amerikane, në Shqipëri janë vrarë 28 deri në 32.000 vetë. Enver Hoxha e përsëriti në lidhjen e kombeve, që në Shqipëri kanë rënë 28.000 dëshmorë, kanë rënë 28.000 janë vrarë nga pushtuesi përveç dëmeve të tjera materiale. Sa kemi shpallur neve? Ne, sipas buxhetit që kishte shteti komunist dhe sipas platformës, kishim shpallur deri 11.000. Por, duke gjykuar dhe plotësuar platformën ere sipas ligjit 109/2018 të Parlamentit Shqiptar, me 22 nëne. Për këtë çështje, ne po pranojmë jo vetëm këta që kanë rënë gjatë luftës, ose kanë vdekur nga plagët e luftës, ose duke evidentuar regjistrat e kampeve të përqendrimit, por ne kemi evidentuar dhe shpallur deri tani 470 dëshmorë që janë si dëshmorët e Borovës, si që janë dëshmorët e kryengritjes së vitit 1910 të Det Gjolullit, si që janë dëshmorët e anës së Malit për mbrojtjen e Shkodrës, e të tjera, sepse na kanë ngel shumë nga masakrat që kanë bërë serbët në Shqipëri gjatë luftës së parë botërore, po kështu dhe andartë ushtria greke deri në Kallarat. Sa për kuriozitet, ta dini mirë, Kallarati i vjetër nuk u ngeli asnjë i gjallë nga këto masakra. Këto e të tjera bëjnë dhe ne falenderojmë parlamentin, falenderojmë qeverinë, që e ka bërë këtë ligje, apo safat, për të evidentuar gjakun e rënë, për liri, për pavarësi, për interesat më të larta